për Mars e 2026. Është një ditë që vërtet nga njëra anë na jep shumë gjëra që neve të shijojmë në lidhje me punën tonë, lidhje me karrierën tonë, por njëkohësisht edhe me disa çështje të tjera që kërkojnë vëmendje nga njëra anë dhe periudha kur ndodhin fenomene në anën tjetër. Momentet që janë në fakt në lidhje me pozicionimin e planeteve ka të bëjnë me ekonominë sidomos. Në lidhje me ekonominë, ajo është ajo çka ndodh, çka rrezaton më tepër në fushën e karrierës. Por gjithsesi, këndët që bëjnë planetet, që janë domethënë ndikimi më i madh i afërditës, që është planeti i dashurisë, i dëmshurisë dhe i komunikimit, gjithashtu në anën tjetër kemi Marsin. Marsin në një trekëndësh që bën me afërditën, bën dhe me Uranin në anën tjetër, por mos harrojmë sepse Plutoni me Neptunin kanë një farë keq interpretimi ose keq kuptimi në fushën e